të dy këto shtete kundërshtare të Iranit, Amerika edhe Izraeli, organizuan një operacion të fuqishëm, një sulm ajror të përqendruar me objektiva shumë të qartë dhe shumë të saktë. Ky sulm erdhi si pasojë e dështimeve të bisedimeve ndërmjet Iranit dhe SBA-s edhe Izraelit, dhe gjë që shkaktonte vazhdimisht tensione ndërmjet këtyre tre vendeve, lidhur me programin bërthamor të Iranit, nga i cili deri tani ka deklaruar se mund të heqitor, dhe njëkohësisht përcaktimi nga ana e Amerikës, Izraelit dhe shumë shteteve të tjerë të regjimit të Teheranit si një regjim terrorist që mbështet të gjitha veprimtaritë terroriste në botë. Dështimi i bisedimeve detyrimisht do të çonte në një përfundim të tillë, një goditje të përqendruar, të saktë dhe tepër precize ajrore të dy forcave amerikane edhe izraelite. Do të qëllimi kryesor këtu ishte direkt për të vrarë Ajatollahun. Do shta me mendimin që me vdekjen e vrasjen e tij mund binte edhe regjimi, por ai vdiq që regjimi nuk ka rënë. Ky operacion mund të quhet vazhdimi i luftës së 12 ditëve që u bëni qershor të vitit të kaluar. Mbas goditjes së vitit të kaluar, u hodh ideja për bisedime për ndalimin e operacioneve goditëse dhe fillimin e bisedimeve për të arritur në një përfundim paqësor ndërmjet këtyre vendeve ndërluftuese. Bisedimet dështuan dhe presidenti Trump deklaroi që Irani u përpol të fitonte kohë me këto bisedime, por nuk kishte qëllim që të arrinte në një përfundim të pranueshëm nga të gjithë. Detyrimisht u ndërmor ky operacion. Operacioni nga ana amerikane kishte emërtimin Operation Epic Fury, nga Izraeli, domethënë një zemërim epik, ndërsa nga Izraeli kishte emërtimin Lions Roar, domethënë ulërima e luanit. Të dy emërtimet që janë vënë këtyre operacioneve, domethënë të le të nënkuptosh se çfarë pasojash do të ketë ky sulm mbi Iranin. Rezultati dihet, po në përgjithësi operacioni që jashtëzakonisht i përgatitur, perfekt dhe i realizuar në praktik me një precizion fantastik. Kjo do të thotë që operacioni ka kohë që është përgatitur, është studiuar mirë, janë marrë të gjitha të informacionet e nevojshme në terren dhe rezultati që 100% ashtu siç ishte planifikuar. Goditja dha rezultatet e menjëhershme që në ditën e parë u eliminua udhëheqësi shpirtëror i regjimit të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u eliminua ai dhe sipas dhënave të ndryshme janë rreth 49 funksionar të lartë të shtetit. Ta kaluan në plan të dytë tani se gjithë vëmendja vajti te lideri suprem. Dhe funksionarët e lartë të regjimit, njëkohësisht dhe general të zinxhirit komandues të forcave të armatosura të Iranit. Në fakt, forcat e armatosura të Iranit ndahen në dy pjesë, por kryesisht kjo që quhet Garda Revolucionare e Iranit është ajo që psoi dhe goditet kryesore, siç i psoi dhe në radhën e kaluar në luftën e 12 ditëve, ku agjentët e Mossadit asgjësuan brenda një nate 30 general duke i vrarë në shtëpi. Rezultati deri tani, përveç këtyre funksionarëve të mëdhenj dhe udhëheqësit kryesor
shpirzëror të Iranit që ishte Ayatollah Khomeini, numri viktimave ka vajtur deri në 1500 deri tani. Dhe natyrisht bombardimet vazhdojnë me intensitet nga të gjitha palët dhe përfundimi ishte që Irani u gjet në një moment fare të pabergatitur, ashtu siç u gjet edhe në luftën e kaluar, në luftën e 12 ditëve në qershor të vitit 2025. Me një fjalë, regjimi i Teheranit nuk kuptoi asnjë nga sulmi që u bë vitin e kaluar. Dhe nuk ishte marrësim as mbrojtëse përsëri dhe tani vështojnë komplet. Ishin prap komplet në gjumë. Raketat amerikane dhe izraelite i gjetën qeveritarët, politikanët dhe gjeneralët e famshëm iranian duke ngrënë dhe i vranë aty në vend. Informacioni që kishin Shtetet e Bashkuara dhe të Amerikës ishin jashtëzakonisht të sakta, ndërsa shërbimi i fshet iranian nuk funksionoi fare, nuk kishte asnjë informacion mbi mënyrën e sulmit, kohën e tjera dhe ata nuk ishin marrë absolutisht asnjë mas mbrojtëse. Dhe u gjetën fare të çveshur, të pa përgatitur dhe dështuan në të gjitha këto. Tani kjo goditje që për 2 ditë vrau rreth 700 veta, ndërsa tani ka vajtur numri i viktimave mbi 1500 veta, i dha rezultatet e saj, sepse u godit udhëheqja kryesore e regjimit, u godit dhe zinxhiri komandues i forcave të armatosura, kryesisht të gardës revolucionare. Dhe këto 2 goditje, rezultatet e këtyre 2 goditjeve, quan atë që praktikisht qeveria e Iranit është jashtë funksionit.